Kuvendi ka kërkuar entjet rregullator të energjisë të ndërmarrë hapat për caktimin e çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga vetë prodhuesit e energjisë. Në rezolutën e fundit për erën, Parlamenti thekson se pas miratimit të metodologjisë përkatëse nga Këshilli i Ministrave, duhet të merren masat e nevojshme për miratimin në kohë të çmimit të energjisë së gjeneruar nga vetë prodhuesit, duke konsideruar këtë një hap të rëndësishëm për zhvillimin e tregut të energjisë së gjelbër. Më herët dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka kërkuar që Shqipëria të zbatojë sistemin e faturimit neto për vetë prodhuesit. Ky është një mekanizëm që lejon konsumatorët të përfitojnë në faturë vlerën neto të energjisë së konsumuar nga rrjeti dhe asaj të futur në rrjet, duke krijuar një skemë më të drejtë dhe nxitëse për investimet familjare dhe private në burimet e rinovueshme. Të dhënat e fundit nga operatori i sistemit të shpërndarjes tregojnë se numri i autokonsumatorëve u rrit me 21.6% gjatë vitit 2024, krahasuar me një vit më parë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, OSHE miratoi aplikimet e 887 klientëve të rinj, duke e çuar numrin total të vetë prodhuesve në 2415 me një kapacitet të instaluar prej mbi 216 megawatt-pik. Në këtë total, 1645 janë konsumator privat, 705 familjar, ndërsa 51 institucione shtetërore, përfshirë bashki, shkolla dhe ministri, që kanë instaluar panele diellore për prodhimin e energjisë. Kjo krahas 15 njësive jo buxhetore, si ujësiellse apo qendra shëndetësore. Vetere ka cilësuar këtë diversifikim të klientëve si një sinjal pozitiv që tregon përfshirje në rritje të qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve në nismat për vetë prodhimin e energjisë dhe reduktimin e varësisë nga rrjeti.